Për shkak të rrëshitjes së dherave, trasa e rrugës ka pasur qarje në një gjatësi të konsiderueshme dhe rrezikon shembjen e plotë të rrugës Shëngjin-Velipoj, pranë fshatit Rjoll. Pas problematikës së krijuar është bllokuar një kraj lëvizjes në zonën ku janë konstatuar rrëshitjet e dherave, pasi paraqet rrezikshmëri për drejtuesit e automjeteve. Kompania që ka ndërtuar këtë segment rrugor ka vendosur barriera betoni dhe sinjalistik në një gjatësi prej 50 metrash, në vendin ku ka ndodhur shembja. Rruga panoramike Shëngjin-Velipoj u hap për qarkullimin e automjeteve në pranverë të këtij viti. Ky segment rrugor me gjatësi 15 km është investim i qeverisë shqiptare me vlerë 3.8 milion euro, duke shkurtuar distancën mes dy zonave turistike. Sipas të dhënave është kompania ndërtuese ajo që ka detyrim ligjor të ndërhyrë për çdo problematikë që shfaqet deri në harkun kohor prej 2 vitesh pas përfundimit të punimeve.